në periudhën kur ka sundu Serbia, ka prun kolon sërb. Është shumë interesant kjo. Ma vonë na kanë tregu ato vetë, se kur kanë ardhur në fshatin tonë, na kemi qenë popull musliman këto, ato kanë qenë ortodoks edhe ju kanë mbështet kishës edhe janë asimilu. Tani që kemi ble pronat për të në mas luftës, dhe kanë treguën, shumë nga ato janë deklaru që na kemi qenën shqiptar, po ko pasko jemi asimiluën. Mesazhi jem për të rritë e fshatit e të gjithë Republikës Kosovës është momenti për mu kthy me kontribu në vendin tonë. Tani ka mundësi, ka kapacitete, ka potenciale që me gjetë vendin, me gjetë vetën çdo kush edhe këto. Periudha e luftës ka kalu, sot patriotizëm është me kontribu për vendin tonë, me zhvillu, me prodhu, me kontribu sa ma shumë. Fshati është i qetë, me banor shumë mirë. Tradicionalisht nuk e dimi asnjë rast vllavrasjeve, gjakmarrjeve, me vitet të tëra, tash që datën për mbi 2500 vjet. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Jemi në fshatin Gaçk të komunës së Perizajt, fshat ky i cili ndër vite e ka përjetuar migrimin e shumë të rinjeve drejt Evropës në kërkim të një jete më të mirë. Sot shumë shtëpi të këtij fshati hapen vetëm gjatë verës, në atë kohë kur edhe vinë mërgjimtarët. Ndërsa tani do të shkojmë që të takojmë një banor të këtij fshati, i cili do të na tregojë më shumë rreth fshatit Gaçk. Mirë se keni ardhën, unë jam Shaqir Sejdiu, banor rezident i fshatit Gaçk. Ju shpreh mirë se ardhe që keni gjetë ku edhe mund keni bo për marrë në fshatin Gaçk. Fshati Gaçk është një fshat shumë i mirë, shumë i bukur, është fshat me shumë i vjetër, datën mbi 2500 vjetërsi, kemi gjurmë të ndryshme që flasin për vjetërsinë e fshatit, tuma i lire, gorë të ndryshëm, kisha, vendbanime që tregojnë për lartësinë e fshatit. Është një fshat shumë i mirë, shumë i mrekullueshëm. Për momentin janë dikun afër 450 shtëpi. Numrin e banorëve saktë nuk e di, se po lëvizin banorët. Fshat i shkëlqyshëm, fshat me shkollë, fshat me infrastrukturë të rregulluar, me qytetarë të mrekullueshëm. Po thuaj se i tërë fshati i shkollum, i arsimum, brez pas brezi, tradit fshati ka për arsimim, për kulturë, për gjëra të mira. Fshati Gaçk, që tregova, datën prej viteve shumë të vjetra, 2500 vite, më tutje më shumë. Është fshat shumë i mirë, me qytetarë shumë të mirë, me banorë të mrekullueshëm, të gjithë janë kryesisht shkollum, edhe gjyshrit tonë kanë qenë shkollum, se fshati Gaçk ka qenë në një periudhë kur s'ka ekzistu qyteti Perizajt si komunë. Ka pasën komunën, ka pasën stacionin policor, ka pasë shtëpinë e kulturës, bibliotekën e fshatit e ka pasë dikun viteve 45. Në vitit 45 e ka pasë bibliotekën e fshatit, shtëpinë e kulturës. Do me thonë fshat shumë përparimtar ka qenë krahasim me shumë fshatra tjera. Ky vendbanim kryesisht në fillim ka qenë me shqiptar. Ma vonë, në periudhën kur ka sundu Serbia, ka prun kolon sërb. Një pjesë e tëneve që ndër vite na kanë tregu, kanë qenë kolon që kanë ardhur prej Kotorit, shqiptar ortodokse të cilët janë asimilu, janë bo sërb. Është shumë interesant kjo. Ma vonë na kanë tregu ato vetë, se kur kanë ardhur në fshatin tonë, na kemi qenë popull musliman këto, ato kanë qenë ortodoks edhe ju kanë mbështet kishës edhe janë asimilu. Tani që kemi ble pronat për të në mas luftës, dhe kanë treguën, shumë nga ato janë deklaru që na kemi qenën shqiptar, po ko pasko jemi asimiluën. Kemi gjurmë edhe të varezat për bashkëta.
shqiptare dhe sërbe që kanë qenën, se fshati ka qenë, po sërb ka pas ma pak, shqiptar ka pas ma shumë. Pas luftës, edhe gjatë luftës, para luftës i kina ble për unat për tënë, jo me presion, po me dëshirë i kanë për një jetë ma të mirë, dhe ato i kanë shitër për një jetë ma të mirë, jo për në qëllimet të erta, për diçka për jetë ma të mirë, i kanë shitë, shqiptarë të i kanë pas mundësit, i kanë gjetë kompromiset, i kanë ble, kështu që tani jemi vetëm shqiptarë, sërbët i kanë shitë gjitha prunat, i kina ble gjitha, nuk kina pas probleme kështu në dëretnike, sa në mirë ka kalu gjithë shka. Është rast pak shumë sui generis, shatë është i qetë me banur shumë mirë. Tradicionalisht nuk e dimi asë një rast vllavrasjeve, gjakmarjeve, me vitet të tëra, tash që datën për mbi 2500 vjetë, asë njerë se kemi ndëgju asë një plak, asë një kant të tonë që kena pas nga tres, ose o bo një vrasje, ose një vllavrasje, është fshat me kulturë shumë të lartë. Edhe në periudhën e fundit tani të luftës çlirimtare, të ushtrisë çlirimtare, kemi dëshmurin këtu që po e shoh, me kanë jetën për këtë atë dhej, edhe kemi djemë 3 e vajza 3 që i kanë dalë zot këtij atë dheju gjatë periudhave, të gjitha periudhave, po edhe tani të luftës fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kena pas edhe djemë, edhe vajza në ushtrisë çlirimtare, kemi edhe dëshmor, kemi edhe martir që na i kanë masakru sërbët. 3 martiri kemi një musafir, se në fshatin tonë gjatë luftës kena pasur mbi 13.000 njerëz që kanë ardhur këtu me gjestë strehim. Jena kujdes për ato, sa kena pas mundësi gjatë ofenzivës që kanë marrë forcat sërbe, 3 martiri këna, një musafir në i kanë bra gjithashtu, dëshmurim Realili ka ra për ditë më të mira të sudit që po i gëzojnë. Kryesisht migrim ka, edhe vazhdon me pas, edhe pse i kena të gjitha kusht, i kena infrastrukturën e mirë, kemi shkollën, kemi zyrën e vendit, ambulancën, gjitha kushtet i kemi, edhe apërcirë nga qytetet e kemi shumë të afër, me 6 minuta i kena rrugë të në qytet. Real nuk ja vlen me shku në qytet me jetuën se afshat shumë i mirë. Mirë, po për kushte më të mira, djemë vajza të reja kanë marrë banesën për qytet, për shkak të dy prindit punojnë, me quna për kursat ndryshme, sen për jetë më të mirë, për ndryshe kemi edhe gurbeqarë mjaft shumë, edhe ato normal kanë shku për jetë më të mirë, po na ndihmojnë gurbeqarët, jena mirë njësi, përshëndetemi me këtë rast, na kanë ndihmu gjitha kohrave, për ndërtimin e shkollës, të infrastrukturës, kontribuojnë familjet e tyre, rregullisht janë banor shumë të mire, dojnë venin e vetë, vinë, sa herë që t'u jepet mundësia, vinë, na vizitojnë, kontribuojnë për fshatin, për atë dhejën, për vendlinjen, se kemi banor mjaft që janë në gurbet, Gjermani, Zvicër, kemi edhe në Amerikë, në për gjitha vendet e Evropës, sikur këtë Kosovarët. Mirë po vinë, nuk janë shkputën, i kemi lidhet vazhdimisht që i mbajmi. Kemi edhe firmat fuqishme ndërtimtarijës, kemi mobileri, du me thonë fshati Gaçko është nga fshatrat më kryesor që kontribuan për buxhetin e Republikës Kosovës, edhe në komunë edhe në nivel të Republikës. Kryesisht mërgjimtarët gjithmonë kanë kontribuar për me rregulluar fshatin sa më mirë, infrastrukturën sa më mirë. E kemi fillu edhe një par projekti ka dalë do ta jetësojmë për periudhën kur të vinë ato një takim përbashkë, sepse po kalojnë shumë vite njerëzit nuk po kanë mundësi mu taku sen. E kena prevu që 2 herë radhat se kena pas sukses, vinë po takohemi për bëjmë një ceremoni, përpara ka qenë shoqëria kulturartistike, tani momentalisht nuk funksionon, më ishme me aktivizu, kena dëshirë me aktivizu shoqërinë kulturartistike, për shkak se kemi pas kulturë, kena pas traditë. Banorët e fshatit kryesisht mirën janë me ndërmarrësi kryesisht, janë ndërmarrës shumë të mirë, shumë të suksesshëm, afares shumë të suksesshëm me biznise kryesisht. Vlen me theksu se edhe banorët që janë në gurbet, që janë në Gjermani, në Zvicër, në për perëndim, të gjithë kote janë ndërmarrës të mirë, kanë firmat vetat në për perëndim, në përcent, kanë shpirtin e ndërmarrësit. Po kemi edhe me bujqësi që mirë, janë bujqë të mirë, me bujqësi, kanë firmat lëve, firmat deleve, bujqësia punohet asë cep i fshatit është i punu, asë një pjesë e fshatit nuk është djerin, i kushtojmë rëndësi, çdo detaj, çdo
pllom toke, punojemi, nuk e lëmë djerin. Kryesisht ma shumë mirën me aktivitet, me punë, me biznise të ndryshme, po edhe me bujqësi, me blegtëri. Po nanë jemi marrë me mjetra një periudhë, bukur gjatë, kemi pas 2 hektarë, tani kemi edhe biznes tjetër që bojmë, po ka dështu për shkak se pikat grumbulluese nuk e kanë bë grumbullimin në mënyrë të rregullt, nuk ne ka bë pagesat në mënyrë të rregullt, është dashur shku përmes gjykatave, senave, patjetër që o dështu. Se sa i përket drejtorisë bujqësisë na ka ndihmuar komunën e Perizoit jashtëzakonisht shumë na ka ndihmuar drejtoria e bujqësisë me mjete të ndryshme për punimin e tokës, me këshilla, kryesisht edhe kanë shumë takime kanë organizuar me farmer për arën, për këtë kulturat bujqësore, me plera, me bletari na ka ndihmuar gjithë kuvendi komunal i Perizoit, ma merr mendja që nivel Republikës Kosovës ka kontribu mas tepërmi te farmerët. Edhe si rezultat është që komunën e Perizoit besoj që asnjë pllom tokë nuk ka me djerin për shkak se drejtoria e bujqësisë bashkë me kryetarin kanë intervenu, kanë dhënë subvencione, kanë dhënë mjete vazhdimisht, kanë dhënë këshilla, shkon shumë me rëndësi, kanë pru ekspertë të ndryshëm prej Turqijës, prej shteteve ndryshme, ligjërues të ndryshëm na kanë këshillu, na kanë sugjeru që me pas rendimente sa më të larta. Tani kur po flasmi vitin e kaluar kena pas rekord të grunit. Standard evropian 8500 kg për hektar ka arritën kapacitete, do të thonë standard evropian. Kjo është po me ndihmën e drejtorisë bujqësisë edhe me kuvendin komunal. Po sa i përket fshatit tonë, është shumë e rëndësishme me theksu se i kena kushtu gjithmonë kujdes veçantë arsimit. Shkolla ka qenë edhe para luftës dytë botërore, ka qenë shkolla fillore në fshatin Gaçk. Tani i kemi mbi 20 doktorat shkenca në lamit të ndryshme. Po thuj në gjitha lamit kena doktorat shkencas, magjistra, profesora, doktorat të ndryshëm. Është shumë me rëndësi se fshati është shumë përparimtare, shumë i kushton rëndësi krejt gjeneratav në arsim, shumë i kushtojmë rëndësi. Mesazhi jem për të rit e fshatit e të gjithë Republikës Kosovës është momenti për mu kthy me kontribu në vendin tonë. Tani ka mundësi, ka kapacitete, ka potenciale që me gjetë vendin, me gjetë vetën çdo kush edhe këto. Ka mundësi, ka punë të mjaftueshme, për shembull në fshatin tonë konkursi i hapën 24 orë me 0 për punëtor. Ka mungesë fuqisë punëtore, do të thonë ka punë mjaft, ka kërkesa për punëtor, ka kërkesa për biznese, mund me gjetë njerëz tani kur Kosova është e pavarur, patriotizëm ditën e sodit është me kon punëtor, me kontribu me punë për atë vend tanë, jo vetëm periudha e luftës ka kalu, sot patriotizëm është me kontribu për vendin tonë, me zhvillu, me prodhu, me kontribu sa ma shumë. Edhe për të trit që janë këto, edhe ata që janë në diasporë, kemi disa raste në fshatin tonë që janë kthy nga diaspora, e kanë gjetë vetin më mirë këtu se sa në diasporë. Baj apel të rit që kanë shku prej fshatit tonë edhe prej gjithë Kosovës, ne të angazhohen se ka mundësi me gjetë vetin më mirë këtu se sa në perëndim. Te familja vet, në vendin e vet, në atë dhejën e vet me kontribu për atë dhejën e vet për vendin e vet.